kur të lutesh për evlad, për pasuni, për shnet, për rizq, është mirë me u lut me Rabbi ama mua, Rabbi mundësama mua, Rabbi shëro evladin tem, Rabbi mundësama mu me pas një evlad, Rabbi ana neve familjet mira. Në këto raste është mirë me thënë Rabbi, Rabbena, ana neve. Po në qovë se thu Allahumme mundësana me pas këta, ban, nuk ka kur gjanë ta, krejt është në regull. Ama në qovë se në këto raste thu Rabbi, është ma mirë me lejen e Allahut azza wa jall. Por që tha Zekeria wa alayhi salam, kur është lut ka thënë Rabbi mundësoma mua me pas një evlad. Dhe ka mësu Allahu azza wa jall më lut me thënë Rabbena hab lana min azwajina, Rabbena ana neve për grave, për fëmijëve me cilat kënaqet syni. Nuh alayhi salam ka thënë Rabbi inna ibni min ahli. Është lut për djalin e tij edhe ka thënë Rabbi. Por ata është mirë kur lutin për familje me thënë Rabbi mundësoma, Rabbi shëroa, Rabbi furnizoa, Rabbi mësoa. Tash edhe njëherë, edhe në qovë se thua Allahumma mundësoma, Allahumma shëroa, nuk ka kur gjak në regull është, në mirë është, vetëm pa ta qef me përmena dhe këta për shkak se jo me sigurt që shumë prej muslimanëve nuk e thojnë kur nda Rabbi mundësoma me pas, Rabbi mundësoma me pas në evlad, Rabbi furnizam me rrezik mirë, nuk e thojnë këta, por ata pa ta qef me e përmen me lejen e Allahut azza wa jall.